Një çift i ri, albanin nga Saranda dhe me Evlian nga Kosova, i ka gëzuar viti 2026 me fëmijën e tyre të parë. Të dy prindërit shprehin lumturinë e tyre për ardhjen në jetë të Almeas, një pritje e ëmbël që u kurorëzua në atmosferën e gëzueshme të ardhjes së 2026. Gëzim shumë të madh që nuk përshkruhet asnjëherë në jetë. Jam e lumtur që kam një vajzë që eri në këtë ditë të bekuar dhe gëzuar një vit i mbar për gjithë. Jeni mirë. Ju jeni nga Kosova? Po, nga Kosova. Nga çfarë qyteti? Nga Kaçaniko. Sa vjet ke martuar në Sarandë? Kam që një vit të martuar. Dhe erdhi tamam në kohën e dur. Erdhi tamam në kohën e dur. Me jetë me lumturi. Faleminderit. Një emocion i papërshkrueshëm, diçka e parë. Lindja ishte normale, erdhi në orën e mëngjesit kur erdhi? Po, çdo gjë ishte normale, lindi në orën 8:05 në darkë. Shumë të lumtur. Si apo emri? Almea. Bërëm një bashkim emrash, timen e të nusës e vendosëm. Juroj. Faleminderit. Lindja e parë për 2026 ka qenë gëzim dhe parathënie për një vit të mbar për të gjithë stafin e maternitetit, por veçanërisht për mjekun ginekolog Alex Pando, që bëri pritjen e fëmijës së parë të vitit 2026, që është i pari dhe për çiftin Veçani. Doktor, si ishte lindja e parë e këtij viti? Ju ishit asistuar në lindjen e parë? Po. Lindja e parë e vitit ishte në datën 2 janar. Ishte një lindje normale, me ecurit të mirë. Edhe nëna edhe foshnja janë në gjendje shumë të mirë. Po pse vazhdonin të qëndrojnë në spital? Është normalitet, fëmija duhet ndjekur 3-4 ditë, se ditët e para mund të bëjnë ikter, atë ngjyrën e verë të ditëve të para ka të shumë, dhe duhet ndjekur nga pediatri. Kini prisni lindje të tjera tani afër? Po, nga java tjetër kemi lindje. Sa mund të jenë në janar? Sa parashikohen? Zakonisht 12 me 15 lindje në muaj. Si u mbyll viti 2025? Sa është numri lindjeve? Vitin e kaluar kishim 162 lindje, gjithse, po thuaj se sa edhe viti më pashëm, 2024 kishim 163. Është një numër i kënaqshëm ky? Besoj është numër i kënaqshëm se lindjet në zonë, në regionin e Sarandës, janë më të shumta se lindin dhe pacientë në Tiranë, në Greqi. Nuk është vetëm ai numër lindjesh, janë më shumë. Mesatarisht në këtë maternitet kryhen mbi 160 lindje në vit për rajonin nga Konispoli në Himar. Doktor Aleksi thotë se ndjekja e shtatzanive dhe lindjet kryhen duke patur mbështetjen teknologjike nga aparatura e pajisje bashkëkohore dhe nga një staf i përgatitur e i përkushtuar. Si janë kushtet e lindjes në spital në maternitetin e ri të Sarandës? Kushtet në maternitetin e ri të Sarandës janë shumë të mira. U bë maternitet i ri me ambiente të mira, sala operatore mirë, sala e lindjes shumë e mirë. Janë ato problemet që dalin me kalimin e kohës. Prishen ca gjëra që duhen rregulluar, duhet pasur kujdes. Janë të riparueshme, Po, nuk duhen neglizhuar. Ky maternitet i shërben të gjithë rajonit të Jugorën, nga Konispoli në Borçë, besoj. Nga Konispoli në Himar, edhe nga zona e Himarës. Pritet që lindja e parë e ditëve të para të 2026 të shoqërohen nga lindje të tjera të mbara e të shëndetshme.